Përshëndetje nxënës. Fillojmë mësimin për sot. Prezantoj temën mësimore, të cilën e kemi 2 orë mësimi. Ajo është një komedi e shkruar nga Shakespeare, Nata e 12. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore janë: nxënësi sjell përshtypjet e tij rreth fragmentit të komedisë luajtur nga aktorët e teatrit kombëtar, lexon fragmentin për t'u përgjigjur pyetjeve rreth të kuptuarit, jep tiparet e tekstit dramatik, bën analizën e personazheve për të lidhur gjykimin rreth tyre, shpreh bukur mesazhet dhe idetë e pjesës. Fjalët kyç të temës mësimore janë: komedi, Shakespeare, pyetje, personazhe, teatr, ide, mesazh. Bisedojmë së bashku. Komedia Nata e 12 është përkthyer nga përkthyesi i njohur shqiptar Vedat Kokona dhe kjo komedi është vënë në skenë nga aktorët e teatrit kombëtar. Nxënës, cili nga ju e ka parë komedinë e Shakespeare-it Nata e 12 vënë në skenë nga aktorët e teatrit kombëtar? Cila pjesë e komedisë u ka lënë më tepër mbresa? A ju pëlqejnë komeditë? Nëse ju pëlqejnë, pse ju pëlqejnë kaq shumë? Njohim jetën dhe veprën e autorit. Shakespeare ishte autor i 154 sonetave dhe i një numri të madh të poemave, disa prej të cilave janë konsideruar si shembuj të shkëlqyer të letërsisë angleze që janë shkruar ndonjëherë. Disa nga tragjeditë më të famshme të Shakespeare-it janë Hamleti, Romeo e Julieta, Henriku IV, Macbeth, ndërsa nga komeditë përmendim Shumë zhurmë për asgjë, Nata e 12 e të tjerë. Veçoritë të stilit të autorit. Aftësia e Shakespeare-it qëndronte në të hedhurit e rrëfimit përtej për të përshkruar kështu pamjet e brendshme dhe të thella të natyrës njerëzore. Mendohet se pjesën më të madhe të veprave të tij t'i ketë shkruar midis viteve 1555-1611, edhe pse kronologjia e veprave që i atribuohet atij nuk njihet me saktësi, duke shkaktuar kështu mangësi në lidhje me artimin e një biografie të thellë dhe të plotë për këtë figurë madhështore të letërsisë botërore. Të dhënat për veprën. Nata e 12, komedi shakespeariane. Ngjarjet ndodhin në brigjet e Ilërisë dhe siç ka marrë edhe vetë titullin vepra, ngjarja ndodh në mbyllje të sezonit të Krishtlindjeve. Komedia është shkruar rreth viteve 1601-1602. Subjekti, anija me të cilën udhëtonte Viola, fundoset në brigjet e Ilirisë. Me ndihmën e kapitenit, ajo arrin të dalë në breg, por humb të vëllain e saj binjak Sebastianin, të cilin e mendon të mbytur. Viola maskohet si djalë dhe në emrin Cesario hyn në shërbim të dukës Orsino. Kështu ajo nis punën aty, por ndërkohë bie në dashuri me Orsinon. Orsino e dërgon Cesarion t'i dërgoj Olivias dashurinë e tij. Mirëpo Olivia, duke menduar se Viola është mashkull, dashurohet me të. Do të lexoni fragmentin e komedisë në tekstin tuaj me qëllim që t'i jepni përgjigje pyetjeve rreth të kuptuarit të tij. Do të punoni kështu ushtrimet 1-4 dhe do të evidentoni në fragment pjesët që lidhen me humorin, me veset, me personazhet. Do të ndërtoni në fletorin e klasës tabelën e personazheve, pra do të portretizoni Violën, Sebastianin, Orsinon. Veçoritë të stilit të autorit. Në këtë komedi gërshetohen notat realiste me ato lirike, satira dhe humori me melankolinë dhe trishtimin, elementet komike me ato dramatike, poezia popullore me poezinë e kultivuar, humanizmi i periudhës së rilindjes me traditat e pasura popullore. Komedia trajton këto tema: dashuria si shkaktare e vuajtjes, papërcaktimi i seksualitetit, marrëzia e ambicjes së madhe. Ndalemi pak tek tiparit e gjinisë dramatike. Kemi diskutuar dhe kemi klasifikuar tekstet letrare në 3 gjini të mëdha, në gjinin epike, lirike dhe dramatike. Në gjinin dramatike përfshihen ato vepra të cilat shkruhen për të vënë në skenë
dhe interpretohen nga aktorët. Autori fshihet pas personazheve veprues që flasin nëpërmjet dialogut ose monologut. Llojet më të hershme të gjinisë dramatike janë tragjedia dhe komedia, të shkruara në vargje. Sot përgjithsisht dramat shkruhen në prozë. Veçoritë e komedisë. Komedia lindi që në antikitetin e lashtë si kundërvënie e tragjedisë. Në thelb të komedisë qëndron komikja me të gjitha nuancat e saj. Ajo solli në skenë njerëzit e zakonshëm me veset dhe dobësitë e karakterit ashtu sikurse janë në jetë. Për të arritur efektet komike, autori shfrytëzon deformimin, kontrastin nëpërmjet fjalëve të personazheve dhe veprimit të tyre. Kjo pra ishte gjithçka kisha përgatitur për temën mësimore nata e 12. Detyrë shtëpie do të analizoni mesazhin që përcjell komedia. Ju uroj punë të mbar dhe ju falenderoj që më dëgjuat.